Pasi u të dendur dhe breshëri të gurët dhe dhera bllokojnë aksin Elbasan Librazh Prenjas. Me zitën e kësaj të diele, qytetet dhe fshatrat e qarkut të Elbasanit u përfshin nga moti keq i shoqëruar me rreshje të dendura shiu pjesë të shumta të rajonit Elbasan, duke përfshirë të gjitha qytetet dhe fshatrat, përjetuan një përkeqësim të kushteve atmosferike që solli vështirësi në lëvizjen e qytetarëve në aktivitetet e tyre të përditshme, sidomos nga ora 14 deri në orën 15 ku intensiteti i rreshjeve ishte më i dendur. Në zonat e thella malore të bashkive Librazh, Prenjas, Gramshpor dhe Elbasan kanë filluar rreshjet e dëborës, por me trashësi të papërfillshme për momentin. Temperaturat kanë përsuar një ulje të ndjeshme këtë fundjavë, duke shtuar vështirësi për ata që jetojnë në këto zona dhe duke krijuar një situatë vështirë për lëvizje normale në zonat rurale dhe duke u bërë pengesë në realizimin e aktiviteteve në natyrë. Ndërkaq, ka patur rënje inertesh në disa segmente të rrugës kombëtare Elbasan Librazh Prenjas, veçanërisht në vendet e quajtura kthesa e Murrashit, kthesa e Dragostunjës dhe kthesa e Pishkashit, ku nga lartësitë e kodrave kanë rënë gursi dhe ka patur rrëshqitje masivesh me dhera.